Unë mas pari nuk kom koment për zëdhan, sepse mora shënim. Jo, unë e informacionin si te ke morë materialin në fjallë. E kam prej 24 shtatorit. Dhe ti ke gazetarët më kaftu në telefon në orën 12:28 minuta ditën e hanë, sot një javë. Edhe one më ka thonë që i kena një material, kështu ajo dhe incizim. Se ju e keni incizu, e keni obligim me incizu, është e drejtë. Kemi vërtetu një herë, ka marrë që atë kohë me vërtetu. Veç, unë po flasë tash. Më do këshëm pytë. Unë po flasë. Edhe i këmë thonë, qysh po pret me të dhanë përgjigje hipotetike, unë pa e ditë për shka bëhet fjallë. Ama dërgon avdjo incizimin edhe pyetjet. Edhe ma ka dërgu transkripten. Kur ma ka dërgu transkripten, unë e kum botu vetë, e kum publiku vetë. Pse? Pse strem na prej asë një fjale. Por kum thonë, avdjo incizimi është i prejmë, i sakatum. Asë një fjale nuk e kum mohu, kum thonë, këtë janë fjale të mija, por janë edhe mungojnë fjale tjera, cilat unë kum folë, vazhdoj me folë dhe është e prejnë, është e mëntume. Pra ndaj, kum thonë dhe ju doshtë, kum thonë edhe janë edhe 4 vetjer, edhe me emnat i kum dërgu, të gazetarjet, edhe ti nuk e ke marrë mundin fore me u marrë me tjerë, as me i thirë, as me i thonë a i një konë, as i një konë, a jeni në avdjo incizim as jeni. Jo, po, krejt i kemi pytë. I kemi publiku po ashtu, i kemi Vox Kosova, emën për emën, përveç njoni që s'kemi gjithë. Zoti Mehmetaj, se s'ma nëzamu goja me tonë lirim, se dikur të këmë tonë lirim. Që në dushtë. E para pun, nuk mund është me, nuk është as etike, as profesionale një gazetar me bëtu, një avdjo incizim të prejmë të sakatum. Ajo është kalzova, që e pjesë është e plot. A ka pas është ma herë, ta ma vonë, me siguri ka pas. Ti du të me thonë, kërkoj folje, sepse si më koni kujdeshëm, ose jëmë pagu për atë punë, edhe e këmë bodë, më në qërë se ti... Që ku o kërkesa, disa herë, i lutëm, na dërgonit të plot. A muj me... A taloj me folë. Lutëm, veç nëse mund është me mbajtë shënim për qëto, kish me shënim, asë njërë nuk i ndërhyna, edhe du me mlonë me usqaru. Po, e ketë pandër prerë. Asë një fjallë, publikisht e thonë, dhe gjithë ata që jenë shqetsu, unë i thonë që çdo fjallë është e jemja. Dhe ju thonë që çdo fjallë që ko vazhdim të fjallës është e prejme. Dhe çdo kun, ku unë këmë thonë, unë këmë folë në emën të komunës, sepse jam kryetari komunës, jam zyrtari kryesor administrativ. Pra ndaj, audiencizimi të ka sill nga Petrit Hajdari dhe Astrid Hajdari, kandidati për kryetar dhe i vllai kandidatit, sepse ja ka dërgu edhe tjerve para teje, kur e kanë po që është i prin, nuk kanë pranu me e publiku. Petrit Hajdari, po thotë, shkrujishtë. Që ta ka dërgu Petrit Hajdari, po thotë. Shkrujishtë. Burimi mbrojt. Po, lirisht mund me thotë që PDK-ja, po. Kështu që lirisht mund me memlin, mund me... Se besoj që ata kanë bo pa memlin, nëse janë interesu me dëmtu. Dhe gjëmë, unë nuk ju morë këtë me bo akuza as kujt. Unë ju morë këtë me mbrojt audiencizimin edhe mi tregu opinionit që është i prejnë.